Ja ku jemi, rikthehemi së bashku. Do të flasim për fotografinë, sa shumë vëmendje I kushtojmë fotografisë, ndonjëherë sa shumë kohë. Për fotojist do flasim, 3 apo jo? Edicioni I tretë. Po, edicioni I tretë, sakt. Po fotojist nga një artist. Nga shumë artist që kanë bëjnë me fotojist. Kryesorin e kemi marrë këtu, njërin prej organizatorëve, pra ndërsa është festivali ndërkombëtar I fotografisë fotojist 2025. Burim Myftiu është ai I cili më së miri mund të na flas për këtë organizim. I cili këtë herë nga Gjirokastra tani, sa ishte I vërtetë. Unë isha duke dalë dhe duke u lënë muhabetin, se njëri nga Gjirokastra, njëri nga Veriu, tjetri nga Jugu, por mirë që nga Lapi. Mos e harro këtë. Po në ndësi do flasim pikërisht për fotojist. Mirë se erdhe Burim. Mirë se u gjej. Jo, adisi, unë po e shikoja tatuazh aty që po bën, e thash ne në Gjirokastër nuk e kuptojmë atë fjalia ashtu që po bën që po. Ka të bëjë me një shprehje të Kosovës, pikërisht ajo që ai e lodh. Do ta bësh një tatuazh. Një histori tjetër po, nga krau tjetër. Ai e lodh. Tja u lodhe, apo? Ne, shqiptarët lodhen në Kosovë, se lodhen shumë. Lodhen edhe në mëngjes, duhet e lodhen. Edhe në mëngjes lodhen dhe mandej pushojnë. Pinë kafe dhe pushojnë. Organizimi u ka lodhur? Organizimi, ja. E bëjmë me pasion, e bëjmë prandaj. Çdo punë që bëhet me pasion, lodhjen nuk e ndjen shumë, por e ndjen si kënaqësi, si proces të punës. Një organizim I madh ky I fotoistit këtë herë. Fotoisti është gjigant, si vjet është 50% më voluminoz, kemi 36 evente fotografike, nga to janë 12 ekspozita që hapen, 9 nga ato hapen sonte para hotelit Grand, janë 4 katet hotelit Grand dhe hapja bëhet ceremoniale në shesh para hotelit, me dy ekspozita USA 3.0 kuruar nga Ron Haviv me 20 autor të fondacionit Seven dhe ekspozit e Osman Demirit me refugjat nga kampi Qegran. Fëmijët I fotografoi Osmani në formë vullnetare gjatë vitit 1999 kur ishin refugjat në kampin Qegran në Maqedoni, afër Gostivarit dhe tani është koha që ato të ekspozohen edhe një herë dhe të janë ekspozuar më parë? Po, janë ekspozuar pak në një ekspozit, mirë po tani ekspozohen dhe bëjmë një takim me refugjatët të cilët nuk janë më fëmijë, por janë burra e gra që do të bashkohen takohen me Osmanin dhe Çmalle. A keni pas vështirë të gjeni kush janë në ato fotografi? Keni kontaktuar me ta, çfarë diskutimi keni bërë? Po e kemi caktuar një takim të dielën në ora 12, kështu që do të shikojmë kush do vjen, sa do vinë, sa do ta njohin veten në ato fotografi dhe të shikojmë se si do të jetë krejt ky projekt me Osman Demirin, fotografin ton të mirë njohur nga Maqedonia. Duke parë një video në fakt që është dhe ilustrim, foto shumë interesante. E keni vendosur ju të ishte pikërisht kjo video si bie, si një paralajmërim? Po është një paralajmërim për ekspozitat që I kemi në këtë edicion. Disa prej tyre janë nga fondacioni Seven, që me cilët kemi bashkëpunim, ja kjo ekspozit është me cilën hapet ky edicion. Më pëlqen bardhëzi. Po, edhe kjo është një nga ekspozitat që është në katin e tretë Erik Bouvet. Agron Dragaj vjen me një përmbledhje të punës së tij shumë vjeçare nga reportazhet nga vende të ndryshme. Më ndihmo pak çfarë? Po, ekspozita e Agronit hapet në Galeri Nacionale ditën e martë në ora 6. Është një privilegj të kemi Agronin në mesin ton, por kemi edhe ekspozita tjera shumë e rëndësi që do hapen në 4 katet e hotelit Grand. 12 ekspozita, 36 ngjarje në mbar qytetin, fotoist, bashkon artistët vendas dhe ndërkombëtar. Po, ato 12 ekspozita janë edhe këto. Ja, kjo për shembull është një ekspozita e Hrvoje Pollan, I cili ka ndruar jetë vetë në vitin 2019 dhe janë vende ku ka ndodhur krime në luftën gjatë luftrave të ish Jugosllavisë. Domethënë vende të kulturës
ku janë bërë edhe krime. Në teatr, për shembull, janë burgosur, maltretuar, vrarë njerëz. Kjo është një projekt tjetër të cilët e kemi bërë me disa autor të rinj nga Kosova, të komuniteteve të ndryshme, me projektet e tyre të veçanta, me koncepte të veçanta dhe e cila quhet Together We Can, dhe do të hapet sonte po ashtu në katin e 7 të hotelit Grand. Janë autor të ri, Elena Galina, Suer Celina, Denis Jakxhi, Kur thua autor të ri që vinë për herë të parë në edicionin e tretë apo kanë qenë? Jo, janë autor të ri, talent, do të thotë që tani dalin në sipërfaqe si Valjeta Zuka dhe ky Denisi. Kemi laramanit e ekspozitave, përveç fotografive kemi edhe një ekspozit karikaturave të viteve të komunizmit në Shqipëri, kur religioni ishte indaluar dhe propagoi si opium për masa. Prandaj më kujtohen mua disa nga karikaturat, kam jetuar dhe unë atë kohë ku jam qenë i vogël. Po ato karikatura po janë po tani nga Instituti Konak janë përmbledhur ato në një ekspozit, të gjitha ato karikaturat asaj periudhe edhe quhet ikonat e opiumit, do të është Icons of Opium në anglisht, dhe do të shfaqet në katin e 7 të hotelit Grand. Pjesa e demoluar, do të pjesën e demoluar të hotelit ne e përdorim sikurse manifesta për ekspozita dhe kemi. Është i përshtatshëm, janë këto ambiente të përshtatshme për një ekspozit kaq të gjerë? Hapësira është Po e kemi adaptuar, hapësira është e madhe, çdo kat është nga 400 metra për afërsisht 4 orë për ekspozim, por janë demoluara, do të thotë muret janë demoluara, ne I kemi përshtatur për ekspozita dhe e shfrytëzojmë sepse është në qendër të qytetit, ka qasje të lehtë dhe është shumë e përshtatshme. Më e përshtatshme, po. Po shoh temat luftës, domethënë kemi edhe temat të luftës, kemi edhe peizazhe, kemi edhe shumë të ndryshme fotografi me tematika të ndryshme. Vizitorët ku janë më shumë të fokusuar? Çfarë kërkojnë të dinë më shumë kur shohin këtë ekspozita? Ku më shumë shkojnë? Vizitorët janë të interesuar shumë për rikujtimin e luftës, do thotë ka fotografi të pamjeve nga lufta nga Kosova. Ron Haviv vjen me një ekspozit për krimet e luftës dhe është shumë interesant, janë edhe do thotë pamje të masakrave të Mejës edhe ne kaluam në për një luft vitin 99 të cilën ne nuk duhet të harojmë, edhe pse ne mund të falim, mirë po luftrat nuk duhet të haruar që të mos përsëriten prapë. Prandaj është edhe një rikujtimi I gjithë këtyre ngjarjeve që kanë kaluar nëpërmjet fotoistit që përmbledh në kuadër sa edhe fotograf të luftës dhe autor vetë Ron Haviv është këtu. Pastaj vjen Zia Gafiq me një ekspozit monumental, do të thotë është një projekt të cilin ka punuar me Tomasin, ai autori tjetër ka bërë këtë Notre Dame, ndërsa Zia ka fotografuar xhamin Al-Aqsa dhe kanë ardhur së bashku me një projekt që të hapet sonte. Hapet nesër në galerinë e Fakultetit të Arteve. Do thotë nuk është vetëm hoteli Grand, është kryeqyteti I përfshirë me galeri. Kudo që kemi. Kënaqur me interesimin e vizitorëve që vinë? Po vizitorët janë shumë, jemi të kënaqur, padyshim sepse tani nuk është fotografia një privilegj vetëm I një persone apo një grupi të caktuar që posedojnë kamerë fotografike. Mirë po, çdo kush prej neve ka nga një kamerë në xhep, në kuadër telefonit dhe tani është një demokraci për fotografinë. Dhe çdo kush krijon fotografi me mia, edhe më shumë është krijuar fotografi tani për vitin e fundit sesa gjatë tërë historisë të fotografisë. Këta telefonat po na mundsojnë që të bëjmë një gjë të tillë. Mirë, në festival ka artist vendor, por ka edhe artist të huaj. Po, kemi artistë huaj, kemi nga vendet ndryshme të cilët. Po, kemi për shembull është Erik Bouvet, I cili ekspozita I tij hapet sonte në Hotelin Grand në katin e 3. Janë peizazhe të Alpeve që I ka bërë me një kamerë që peshon 20 kg dhe është një kamerë në Alpe. Po, në Alpe është një view kamera quhet, do të thotë është një kamerë filmike me film me negativ të mëdhej dhe ato pastaj printohen. Jemi këtu? Është fjala për. Po, ja, ky peizazh për shembull. Më ndihmon pak edhe regjia, lutem, pasi kam një kompjuter që unë dua. Po.
ti shikoj në këtë moment. Po kjo pamje ka nëse regjia na ndihmon paksa të lutem, kush është aty në regji, bashkim, ma nxjerr, nuk mundemi? Okej, ma nxjerr artistin, pastaj shkojmë te kompjuteri këtu. Është mënyrë e merita, është kjo tani te kompjuteri dua këtë këtu. Këtë këtu e dua, bravo. Tani besoj, autor është Erik Bouvet, I cili ka shetitur. Është një fotografi që I takon fondacionit 7, grupit 7. Grupi 7 është si një grup si Magnum Photographers që janë. Këta janë 7 quhen dhe janë fotograf më të mirë të botës. Punët e tyre publikohen në revista më prestigjioze nëpër botë dhe kemi nderin që ta kemi ekspozitën e Erikut këtu që të shijojmë. Kjo ekspozit ka ardhur direkt, sigurisht edhe disa tjera nga festivali më I madh dhe I fotografisë në botë në Arles, në Francë, e cila organizohet çdo vit dhe është si them, si është parajsa e fotografisë. Atje bëhen 70 ekspozita në çdo edicion. Ne kemi arritur vetëm te 12 ekspozita. Tani shpresojmë që me mbështetje në institucioneve tona, vitet e ardhshme do ta bëjmë edhe fotoisti një festival ku do të gravitojnë të gjithë, domethënë jo vetëm nga Kosova, po edhe nga regioni edhe shtetet. Po tash për tash jeni të kënaqur me mundësi që I keni pas për këtë ekspozitë me kaq. Po, duhet të jemi të kënaqur, nuk jemi të kënaqur, po duhet të jemi të kënaqur sepse ne kemi filluar të punojmë si vullnetar, do të thotë kemi themeluar në bazë vullnetare. Nuk kemi llogaritur që dikush do të na përkrah. Edhe sa do të na përkrah, mirë po ja, institucionet tona kanë parë që do ndodh diçka, sikurse Dokufesti në prezident që është. Ne bëjmë një formë të festivalit nëpërmjet fotografive në Prishtinë dhe me një plan 5 deri 7 vjeçar të krijojmë edhe fondacion, edhe institut, edhe eventualisht plani I fundit është edhe ideja e fundit është të bëjmë edhe një muze të fotografisë, ku do të mbledhen gjitha materialet fotografike, filmike në Kosovë, në një. Dhe kjo natyrisht është një e mirë për arkivat tona, gjithsesi, që ti kemi të dokumentuara, kemi pak dëshmi me qenë se në një pjesë prej tyre flet për krimet e luftës, për refugjatët, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë, edhe ti kemi të dëshmuara, të argumentuara, sepse na duhen ato. Ka shumë histori, një foto. Po, raportet që dërgoheshin gjatë luftës në Kosovë vitin 99, ato lexohen, harohen, mirë po fotografitë që u dërguan dhe filmat, ato lënë dëshmi e gjallë. Po, e kanë fuqinë e tyre, do të thotë vizuale dhe pamje që shikohen nuk harohen. Ato pamje të refugjatëve dhe masakrave në Kosovë detyruan shtetet e perëndimit të intervenojnë dhe të ndalin genocidin në Kosovë. A keni marrë në ndërkohë edhe foto apo video, qofshin ato amatore, pra jo profesionale që janë bërë nga individ të ndryshëm dhe që kanë pas dëshirë që ti sjellin dikun në mënyrë që të dëshmohet? Po, ne kemi në kuadër të festivalit edhe kemi edhe shfaqjen e filmave, do të thotë shfaqim edhe filmat amatorëve dhe profesionistëve me tematikë të fotografisë dhe do të thotë vitin e kaluar kemi pasur pamje të Kosovës nga PJ Harvey, xhiruar nga Seamus Murphy. Këngëtarja e njohur dhe fotografi i njohur e vizituan Kosovën në kuadër të programit tyre, Afganistanin dhe Shtetet e Bashkuara dhe krijuan një seri të filmave. PJ Harvey u inspirua në Kosovë për 5 këngë të saj, do të thotë për tekstet e këngëve, ndërsa dhe muzikën, dhe ato filma u shfaqën në kuadër të programit vitit kaluar. Do të çdo vit ne kemi diçka ndryshe, diçka një farë. Këtë vit jemi fokusuar. Po, ku është fokusi? Po, këtë vit moton e kemi në qendres. Është endurance, domethënë duke marrë parasysh gjitha luftrat, konfliktet që ndodhin për momentin dhe trazirat në përbot, që të tmerrshme, ne apelojmë nëpërmjet kësaj teme të këtij edicioni që të gjitha këto të ndalen, sepse njerëzimi nuk e meriton të jetojë në konflikte, në dhunë edhe në shkatrime.
gjenocide që ndodhin rreth e rrotullt botës në këto momente. Ju si artist më thuaj të lutem, vlen ajo shpreha një foto 1000 fjalë, ka rënë vlera një fotoja apo është rritur vlera një fotoje sot në ditët tona, duke ditur që siç tham, secili mund të jetë fotograf me telefonin e tij. Po, krijon shumë fotografi, mirë po fotografia kërkon përkushtim për t'i thënë ato 1000 fjalë. Prandaj edhe është art në veti. Fotografia studiohet, do të thotë është një sferë bazë edhe për filmin, dhe unë besoj që është masifizuar fotografia, çdo kush fotografon, mirë po të pak janë ata që punojnë temat saktuara me përkushtim, domethënë me një interesim më të madh që të përmbledhin në një vepër si ekspozit apo libër apo ndonjë projekt tjetër vizual. Kush janë më tepër që shohin këto ekspozita, interesimi nga kush është më i madh? Interesimi është shumë i gjerë sepse temat që i trajtojmë ne gjatë festivalit janë të përgjithshme, të filluar nga lufta, peizazhe, njerëz, jetë e përditshme të Kosovës, jashtë Kosovës, do të thotë laramania e programit i sjell edhe të moshuarit, edhe fëmijët, edhe fotografët, edhe kineastët. Në këto ekspozita lejo të bëhesh selfie? Po patjetër, të gjithë ne bëjmë selfie, po a dini si, selfie nuk preferoj, unë i kisha këshilluar të gjithë ata, sepse në momentin kur bëni selfie, ajo deformon fytyrën nga distanca për cilës padyshim. Filtra. Foto po, me bëj tamam foto. Shumë më mirë është. Po, ti fotografoj dikush tjetër prej pak më larg, jo nga gjysmë metri. Siç kam përshtypjen që ti ruan më shumë foto që ti ke realizuar ose të kanë realizuar ty, bardhëzi se sa këto me ngjyra. Nuk e di pse ma jep këtë përshtypjen, është e vërtet apo? Jo, unë në këtë Instagram postoj projektet e mia bardhëzi kryesisht. Mirë po, nëse shikoni website-in tim, atëherë janë projekte afatgjate që janë me ngjyra, edhe projekte serioze, konceptuale, shumë vjeçare. Kështu që jam si një fotograf me dy personalitete. E foton që ta kanë realizuar ty vetë si... Nuk e di, ndonjë foto interesante që ti e ruan kështu me fanatizëm, kush ta ka realizuar? Po jo, më shumë për shkak të pamjes bëjnë piktura. I kam shumë piktura që mi kanë bërë, herën e fundit Dash Frashëri më ka bërë një figure përshtatshme bërë. Edhe shrefi të gjithë më kanë bërë, edhe karikatura, edhe portrete, kështu që po, ne fotografohemi tërkohën mes veti dhe fotografet. Çdo herë kur takohemi, bëjmë fotografi. Herën e fundit, ja, të them, Ron Haviv më bëri një fotografi në Grand Hotel në ato hapësira të demoluara. Ron Haviv, një fotograf shumë i famshëm nga New York. Do ta çoni këtë pikërisht të këtë festival, ta quajmë kështu, natyrisht është festival fotoist në ndonjë vend tjetër të Ballkanit, për shembull në Tiranë, do ishte interesant, në Shkup ndoshta. Apo me ide i kalu kufit këndej. Po, fotoisti ishte në Tiranë. Ishte në Tiranë. Po, ishte në Tiranë në Piramide, hapëm ekspozitën që ishte në fotoist dhe pastaj ne çdo vit planifikojmë kështu. Bëjmë programin ton, vijnë filma nga festivalet më të mëdha në botë në Prishtinë, e pastaj ne ato i dërgojmë në Tiranë, në Pej, në Maqedoni e kështu me radhë. Në Tiranë hapëm ekspozitën e Barry Lewis. Vitin do të para disa muajve. Barry është një fotograf i cili kishte qenë në Shqipëri vitin 90 dhe 91. Ai erdhi në vitin 90 në kohën e izolimit si një arkeolog. Ishte fotograf. Në mesin e tyre kishte edhe spion, kishte edhe arkeolog e geolog të vërtet, gazetar, ishte edhe vllau i Mick Jagger, i cili kishte ëndër të vinë në Shqipëri. Ai ishte si komunist, sepse edhe vetë Barry thoshte, ne në rini ishim si komunist, mirë po deshëm të shikojmë si është komunizmi në realitet. Edhe në Shqipëri, vllau i Mick Jagger i ra një këngë rock and roll aty në hotel, vetëm për veti, i bëri xhirimin në formë sekrete. Ndërsa Barry Lewis fotografoi rreth rrotull, fotografoi monumentin e Enver Hoxhës, të gjithë aksionet vullnetare, qytetin, të gjithë, do thotë atë ambient që ishte.
Dhe u kthye pastaj pas hapjes vitin 91 fotografoi prap. Ka fotografi të mrekullueshme të asaj periudhe dhe ato u shfaqen në Fotoist e pastaj vitin tjetër i shfaqem në Piramid në kuadër të festivalit Presura, kuruar bashkë me Elton Koritarin dhe në galerinë e Gocat në Piramid, në galerinë e arteve bashkëkohore. Një galeri e shumë llojshme, me tema të ndryshme, me ngjyra për ngjyra, i pam edhe i përcollëm disa thatë dhe autorët. Nuk pash aty, është në një foto që ka të bëjë me politikën? Në një kuvend i parlamentit, situata, Jo, e kemi ekspozitën e situatës aktuale në Amerikë. Me ekspozitën USA 3.0, të cilën e ka kuruar... Kush dominon aty, figura e Trumpit apo? Jo, edhe Trumpi është aty, edhe është Kamala Harris, edhe janë fotografi nga 20 autor për Amerikë. Po, nga Fondacioni 7, kuruar nga Zia Gafish dhe autori tjetër Danny Fraser. Dhe kur Fotoist do t'jetë tutje nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova? Pasi mbyllet kjo, me njerë planifikojmë lëvizjet në region që atë që kemi ne në dorë të solidarizohemi edhe me ata të tjerë në region, pse jo. Mirë, dhe për fund, pse duhet me ardhë, dhe me datë 24 do t'jetë hapur kjo ekspozit. Pse ju kishe bërthirje njerëzve, qytetarëve të ndryshëm me ardhë me pakët ekspozit? Ma djetë grup moshave dhe të profesioneve të ndryshme? Po, sepse është një ngritje intelektuale, është një edukim. Në kuadër të festivalit ne kemi ligjërata. Do të të ditën e menjerë pas hapjes, po, pas nesër, ditëve në vijim, kemi ligjërata nga autor që vinë dhe autor që reflektojnë për jetën e tyre, punën e tyre, është programi tër ditën me panele diskutimi, promovime libra, shumë aktivitetet të ndryshme. Kështu që është Fotoisti është jo vetëm si shfaqje, por edhe si edukim. Është një formë e edukimit. Të shkoj ashtu si shkeni planifikruar. Faleminderit shumë. Suksese. Faleminderit shumë.